Aruba, lidhur me këtë, unë nuk kam asgjë për të ndarë me kuvendin dhe as me opinionin publik. Nuk më them që task forca ka dështuar, patjetër ka vend për të përmirësuar. Mbeten e tim 38 procedime. Vërtet, edhe për mua, ndoshta ato nuk janë shifra që mbushin ato pritshmëritë edhe tuajat edhe të publikut shqiptar. Ne sapo organizojmë punën për të hetuar rastin, shikojmë në media me titra që filan vend po blihen vota. Pra Elker, i lidha të dyja për një arsye shumë të thjeshtë. Pak më parë Belindi tha, ka shumë gjasa që Shqipëria po përfundon në një vend në cilin o duhet ta kërkosh fillin tek jo partnerët ose tek krimi i organizuar. Dhe në fund të ditës, Spaku ka pasur në dorë për të mbritur tek të dy rrugët, sepse dhe Aruba dhe çështja me Gonigal dhe gjithçka të çon apo edhe tigrat e famshëm të çojnë tek jo partner, ashtu sikurse dështimi i task forces nuk arriti të hedhë dritë mbi krimin e organizuar. Sunira, kur gjova përgjigjet e Domanit për Arubën dhe për hetimin e task forces, më kujtua qëndrimi i tij kur u pyet në komision për dosjen 184. Nëse u kujtohet, tha nuk e di fatin e kësaj dosje. Është një dosje që e publikuan partnerët parë dhe nuk besoj që ka shqiptar të paktën që ndjek lajme se nuk i di kush janë personazhet asaj dosjes të cilët i kishte edhe aty në drejtimin e asaj seance. Dhe pse them këtë? Mos harrojmë që zoti Domani zhvilloi një vizitë në Dash para pak javësh dhe kryefjala e asaj vizite ka qenë pikërisht ajo që cilësohet Aruba, pra jo Aruba drejt për drejt, por fenomeni i pastrimit të parave të karteleve të drogës. Ndërsa kur vjen puna tek Aruba në parlament në seancën e kaluar, ne pam zotin Bardhi që paraqiti një dokument se si Artur Shehu, një person që dikur ka pasur probleme me drejtësinë në këtë vend si kreu dhe që cilësohet si kreu një organizate që vepron në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ka përfituar një leje ndërtimi. Ne pam dosjen e fundit në atë që ishte për tjetërsimin e pronave në zonën Gjerit Lalzit, ku i vllai i Rrumit të Shijakut flet qartazi që ka marrë garanci nga i gjati për miratimin e një leje ndërtimi. Në zonën e Kepit Rodoni, që është një zonë mjaft problematike sa i përket çështjeve vetpronësisë, pasi aty është e përfshirë dhe Kisha Katolike që ka konflikte me një pjesë të banorëve të zonës. Por aty flasim edhe për një arkitekt, që është arkitekti Emre, që është një nga ato arkitektë që ishin pjesë e një samiti arkitekësh që u mbajt në Tiranë, që prodhoi lajmin që Tirana prodhon më shumë arkitekturë se sa gjysma e Evropës. Ajo çfarë Domani nuk po shikon është pikërisht problemi real që ka sot Shqipëria, që është pastrimi i parave në ekonomi. Pothuajse në të gjitha dosjet e SPAK na del si element, na del si element tek dosja Suelçelës, na del si element tek dosja Apojave, na del si element tek kryetarë të grupeve ose krerë të grupeve të strukturuara kriminale që janë arrestuar përgjatë këtyre viteve nga SPAK-u për shkak të përfshirjes në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, të cilët një pjesë e mirë kanë marrë leje ndërtimi, janë arrestuar, janë liruar dhe sot vijojnë sërish punën. Çfarë ndodh? Po ti lexojmë mesazhet e ambasadës amerikane, pothuajse në çdo takim që bën me përfaqësues të qeverisë kanë një emërus përbashkët. Luftën kundër pastrimit të parave. Dhe pastrimi i parave këtu është. Pastrimi i parave është në ndërtim, pastrimi i parave është në investime strategjike, në ato që cilësohen resorte. Mjafton shikojmë njoftimet e SPAK-ut, sekuestrohet filan resort në Golem, sekuestrohet filan resort në zonën e Shijakut. Çfarë thotë? E orienton SPAK-un që paratë e krimit organizuar janë investuar në këto projekte. Dhe këtu kemi heshtjen e SPAK-ut, kemi mosveprim SPAK-ut. Kush jep këto leje ndërtimi? Të gjithë e dimë që të paktën prej një viti monopoli i lejeve të ndërtimit për çdo objekt mbi 8 është i Edi Ramës. Edhe për investimet strategjike ka ndryshuar ligjin. Ka marrë dhe kompetencat e kryetarëve të bashkive në gjithë vendin që për gjitha objektet mbi 8 leje të firmosen nga Edi Rama dhe edhe bashkëpunëtorët e tij, në rastin konkret është edhe Belinda Balluku, e cila rezulton që ka firmosur me qindra leje ndërtimi në gjithë vendin. Këtu nuk heton SPAK-u dhe kur vjen puna te task forca, ne kemi paralajmëruar që në nisje të zgjedhjeve që disa zona janë zona me risk. Dhe ne kemi thënë konkretisht, edhe Elbasani dhe Durrësi janë zona me risk. Pse? Në Durrës ne kemi standardin Qyrbia, nuk po shkojte dosja 339 që dilte Vangjush Dako që fliste me pjesëtarë të grupit Abdina Seshlar. Deputetëve që është në Durrës kishim precedentin Qyrbia që tregonte manualin se si operojnë grupet kriminale për të diktuar një kandidat dhe për ta mbështetur me vota që ky kandidat të dilte më i votuar i qarkut. Nuk pati ndërhyrje në Durrës dhe për ironit fatit nga Durrësi na del prap deputeti më i votuar në rang kombëtar. E njëjta gjë ndodhet në Elbasan. Elbasani është një nga qytetet më të përgjakura nga krimi organizuar. Të paktën nga viti 2014 që nisi me ato që cilësohet si masakra kundër çapeve ku pati një bilanc